Përshëndetje të gjithëve. Në këtë video do të shohësh se si me disa përbërës të thjeshtë si karrota, ara dhe qumshti del një kek i butë, i shijshëm dhe totalisht befasues. Nuk e pse ti je shef kuzhine për ta bërë këtë, por ndiqni videon për të mësuar më shumë. Fillojmë nga puna. Këtu kam 3 vezë, më parë un kam ngrirë karrotat dhe arrat, i kam gati. Te vezët shtojmë një bustinë vanilje, një gotë me sheqer, gotat janë 200 ml. I bëjmë një përzierje të mirë për 5 minuta, me titra i keni edhe me gramatura. Vazhdojmë të përzijmë derisa vezët me sheqerin të shkumohen. Këto janë vezë shati dhe nuk bëhet plotësisht e bardhë. Shtojmë diku tek 1 filxhan kafeje me qumësht dhe më parë unë kam shkrirë 120 gram gjalp. E përzijmë për pak sekonda, largojmë rasin elektrik dhe gjithçka do ta përfundojmë me dorë. Fillojmë të siti mielin, do shtojmë 2 gota me miell, gotat janë 200 ml dhe nëse do na duhet shtojmë më pas. Shtojmë një fryrës për ëmbëlsira, e kalojmë në sit mielin. Më pëlqen t'i shtoj edhe 2 lugë miell kokosi, por nëse nuk e keni, pa problem, mundet edhe mos ta shtoni. Por më pëlqen shumë ajo shkreptësia që i jep mielli kokosit. Vazhdojmë ta përziejmë mirë. Shtojmë karrotat. Janë 3 karrota të grira në grirës perimesh. Shtojmë një gotë me arra, edhe këto në grirës perimesh i kam grirë. I përziejmë mirë. Nuk ka nevojë t'i shtojmë miell tjetër, pasi masa është goxha e plotë. Kam lyer një tavë drejt këndore me vaj dhe pudrosur me miell. Vendosim brumin e kekut. Si e shikoni, nuk është brum as i fortë, por dhe jo i butë. I ujshëm, mund të them më mirë. Do ta pjekim për 40 minuta në 170 gradë. Gjithmonë pjekja varet nga furra juaj. E vendosim në furrë. Dhe ja si duket keku i sapo pjekur. Aroma është fantastike, për t'i dhënë më shumë bukuri kekut, i shtojmë pak sheqer pluhur sipër. Unë do t'i jap formë katrore, të ta ndajmë në formë katrore këtë kek. Dhe e kemi gati për të konsumuar. Asnjëherë mos e prini kekun e ngrohtë, por gjithmonë lëreni të ftohet plotësisht. Unë nuk do ta largoj nga tava, pasi këtu do e marrim pjesë dhe nga tava do e konsumojmë. Shkëputim një pjesë për të parë edhe gjendjen e brendshme të kekut dhe duket perfekt. Të dashur miq, nëse ju pëlqeu receta, mos harroni të bëni like, abonohuni në kanalin Pasion Kuzhine dhe aktivizoni zilën që të mos humbisni asnjë recetë të re. Ju falenderoj që më ndiqni.